Pra koha për të material ishte e kusht dhe më përpojnë të gjithë një lencing të shpejt, por të ka detaje si ka të duhet të informohesh për mirë dhe duhet të kesh mundësi të krahasosh. Gjë që në këtë kohë pra nuk është e mundur, por unë shoh aty ca arsyetimet që më duken që nuk qëndrojnë. Dhe unë kujtoj nga atë kohë nga komitetet e asaj kohe, dikujt shef kadri i kërkohet të thoshte më sjell karakteristikën e finalit dhe ai e pyet në telefon thoshte e doni për lart apo për poshtë. Edhe karakteristika bëhesh në raport me kërkesën që vjen të gjatë. E them këtë pra më duket sikur është planifikuar që të hiqet dhe pastaj përpiqet të formulojnë arsyetimet se si mund të hiqet. Gjë që për mua më kanë të funksiononte ndryshe. Pra do të bënin analizën e thellë të situatës dhe pastaj shikoni nëse i çonte që bashkia të lartë hiqet apo qëndron. Dhe unë e shoh me këtë që duket është gëvizja nga krahu tjetër. Pra po referohem dy fakte, pra thuhet që sistemi i kullimit dhe i ujitjes duke qenë në Lushnjë dhe Biljak bashkë është më funksional. Në pamje të parë krijon përshtypjen me këtë sepse ata vazhdojnë njëri tjetrin. Por po t'ishte kështu, me tërë nuk do t'ishte në as qartë, as prefektur, as ministri të linjave përkatëse, me tërë për të koordinuar, kur bashkit ndërveprojnë me njëra tjetër, kur qartët ndërveprojnë me njëri tjetër, se binde që burimi i thanës, që është burimi kryesor i ujitjes, joni me tërë dhe bjerë nga devollu. Dhe po të nishëm burimin e ujitjes, ne me tërë do të shtrishëm deri nga devollu, që të siguronin që uji nga devolli të na vinë thanë dhe nga thanë të na vinë trovori dhe nga i trovori të na vinë në kularë. Pra kjo është, pra te shteti funksionon si shtet, funksionon me ministrit përkatëse, me prefekturën, me qarqet, me drejtorit tjera, që t'i koordinojnë të mosmarrveshje dhe si mund thush ta zgjidhë shqetësimin qoftë për ujtin, qoftë për kullimin. Pra sikush nuk ka drejt që mbylli portën se është dryt burimit, dhe atmosferët tjerë të marrën ujë se ka një ligj për pra, më duket një argument, në pamet parë tjerë për shtypjet, por ne mund t'i referohemi me vetë jo duke për majtë në pushes, po si ka funksionu në Biljaka. Pra Biljaka ka me ujitje dhe me kullimin, unë them se është në mënyrën më perfekte të mundshme, krahasuar me më dashur ta them që argument edhe në disa takime me këta të shoqatë që sjellën të forta. Pra funksionon mirë. Dhe nuk ka asnjë keqje me këtë dhe nuk besoj që Biljaka i mbyll portat dhe nuk levojnë Lushnjës ka vendet tash. Kjo nuk shkon. Lushnja nëse vjen deri te Biljaka, Biljaka e kemon për kullimin, i bie që të ketë struktura të tjera dhe zgjidhet. Nëse uji na pengohet ne nuk na vjen, sepse ti kujt mushet mirë mbyll portat. Pra ka mundësira të tjera që zgjidhet, nuk është arsye. Ana tjetër, mi thënë, nuk shmër për asysh që Biljaka është ndoshta e vetmja nga bashkit që ka një territor super kompakt. Pra mrena 20 minutash, në urban apo me makinë, në dojë si bashkisë apo një qytetar të marrë valli, gjinet dhe shkon në pikën më fundore të Biljakës. Ka infrastruktura është edhe ajo është kuptime kriter negativ. Se ke infrastrukturë që mund të shkosh në Biljakë. Do të kesh infrastrukturë, do të jesh zona malore. Po pa shumë të ketë kriterë dhe. Nuk e për batutje, po përpiqem të aksentojmë se blenë. Kjo është kriterë e shkrirjes. Kur territori është malor mund të ekzistojë, kur është me urbanizim, tjetra me këtë Biljaka është me kurimet fuqishme ekonomike. Dhe unë duke kërkuar dhana gjeta një danë statistikore të 2019-s. Pra, Biljaka ishte 180.000 tonë prodhim bujqësor dhe Lushnja ishte 170.000. Po të marrësh sipërfaqja e tokës bujqësore që ka Lushnja krahasuar me sipërfaqen që ka Lushnja me ne kemi shumë pak sipërfaqe tonë. Pra ne e kalojmë me prodhim. Kur ne kalojmë me prodhim, ne mund të bëjmë një llogari që jo vetëm ndikime që jenë për drejt ekonomia e fermerit, por dhe kontributet bashkia dhe kontributet në buxhetin e shtetit. Pra Biljaka mund të jetë e vetmja bashki, që ndoshta për mua nuk është veçuar nga tjera, pra kjo nuk hiqet dhe me tjera çohet. Pra është bashkuar që hiqet. 22.000 hektar tokë që ka Biljaka, që po e marr në një koeficient 1/20 që mund të mbyllet pra në vit 30.000 hektar.
është e vetmja bashki ku shteti përfiton nëpërmjet asaj që quhet TVSH mbi imputat bujqësore. Pra që shkon direkt shtetit dhe i duket sikur neve na ka dhënë ky buxheti i shtetit si bashkisë një sasi të ardhësh, por po të llogarisësh me këtë, nëse ne marrim 30.000 hektar tokë, e cila për fat mirë në vijat punohet dhe punohet poshtë, imputa përdoren në shumicë krahasuar me të tjerë, me këtë por jo hajca të sepse janë ato arsye të tjera ekonomike. Pra neve përdorim rreth 150 milion euro deri në 200 milion impute bujqësore. Dhe po të futesh 20%, pra ne jemi kontribues vetëm nga imputet bujqësore, rreth 30, ndoshta edhe më shumë. Këtë kjo do ekonomisë pas vërtet, por unë po e marr trash për të krijuar konceptin që neve jo vetëm një bashki me burime ekonomike që po vetë, por ne jemi bashki me fjalë që mund të kontribuojmë ndjeshëm dhe kontribuojmë ndjeshëm në buxhetin e shtetit. Dhe nëse vjen një fond nga ne, pra shumë pak krahasim me kontributin që japim, pra ne japim edhe kontributin që thonë qytetar tjerë. Tjetër, pastaj bashkia Divjak ka një veçantë, është zonë e mbrojtur e para punës, por është dhe zonë e përfshirë në Komendën e Ramsar. Dhe thjesht Komendën e Ramsar, me fjalë kushdo, qoftë dhe qeveritari, me fjalë duhet ta di që ka disa kushte dhe ka disa kërkesa dhe ka disa limite të cilat nuk preket. Dhe kjo duhet të ishte një nga pikat e para që duhet merresh konsiderat krahasuar me bashki tjera. Pra, Komenda e Ramsarit ka kushte strikte dhe nuk mund edhe nuk ka përshtypjen që të ketë në shtrajti. Mundet dikush në protest të bëj thirrje për të bashkuar ndoshta edhe shoqata biznesore, si në kubim për një projekt i me vratë dhe takojnë administratën përpiqet me një takim me komunitetin dhe sot për bëjt fjalë për të resort. Në fakt nuk gjë një zëjtë. Ndoshta mund dhe strukturave të Bashkimit Evropian, të cilët mbulojnë mjedisin dhe dinë mirë se ç'është zona e Divjakës, me fjalë patjetër po të ketë dieni, do kemi një reagim e këtë cilin do bëjë që strukturat tona të reflektojnë. Por nuk po them që ne mund ta shohim njëri tjetrin gjithë ditën, por ne nuk sillim dot gjë nëse neve nuk gjejmë dot argumenta për të unë jam i sigurt që kryeministri na dëgjon. Ndoshta nuk jo mua sot, por dëgjon përgjithësi merr opinion. Edhe ne mund të referohemi te ata që tha kryeministri që ishte takime reflektiv, që tha para se të merret një vendim, duhet të dëgjojmë dhe të dëgjojmë mirë. Pra ky është një moment që ne duhet të dëgjojmë mirë me këtë takimet me komunitetin, ata që dëgjojmë të reflektojnë në një material dhe kryeministri dhe gjithë çka janë atje, vetë duhet të dëgjojmë mirë këtë çaj që shkon drejt për drejt nga komuniteti dhe drejt për drejt nga ne. Tjetra, thotë masi të dëgjosh mirë, analizoj e thellë. Atëherë unë përpiqem të japim, nuk e jap këto, ka shumë argumente me këtë mund të jesh shtrësuese sepse gjithë se kush do flas. Pra analizoj e thellë, ose po i përmend miksar, pra ta analizoj, ja ka shkruar të përtejë dhe u ka përshtypjen që nuk është analizuar vetë. Tjetra, nëse është marrë një vendim, me fjalë duhet të monitorohet nëse vendimi është i drejtë, është ai që presim, e ka dhënë efektin që duam, është i prekshëm dhe i ndjeshëm te komuniteti, unë mendoj që ky vendim nuk është i tillë. Atëherë duhet të reflektojmë, dhe atë ka thënë me një herë që konstatohet me një defekt në një projekt vendim, atëherë duhet merret masa që të korrigjohet. Dhe ndoshta me edhe këshillit thash, nëse ne nuk ndërhyjmë se është një projekt vendim për të marrë ujë këtu nga thana për ta prun në Remas, dhe ne bëjmë kanalin me fjalë dhe shohim që kanali këtej vjen me të njëjtën, dhe uji nuk vjen, por ne nuk e çojmë deri në fund se çfarë ka projekti. Pra ne kemi bërë një gafë të madhe. Dhe njëta në paralelisëm mund të jetë kjo. Dhe unë kam përshtypjen që ministri do ta dëgjojë dhe do reflektojë. Pra ka thënë empati. Fjala empati është fjalë e madhe, nuk është futesh në kurrën e tjetrit, futesh në ndjesinë e tjetrit, futesh në vitën e pasagjerit të tjetrit. Dhe ai po ta bëj këtë, vetë kupton që këtu ka një zë që po vlet. Me të shkallë të njerës, po ta pyesësh me thënë, kam bisikletë, kam njerëz, pra empati, ora dalë të shohim të njerëz me thënë. Ka njerëz historikisht janë lidhur me lagunën, ai lagunë ekziston fare këtij komuniteti. Të gjithë ujët kur vijnë me fjalë prioritet kanë komunitetin dhe jo lagunën. Pra pylli ekziston sepse janë ta njerëz që të duan e kanë rujtur e kanë zhvilluar. Pylli nuk ekziston po mos jetë ky komunitet, po mos ishte ky komunitet. Dhe nuk mund t'ia shpërblesh bukurinë një komuniteti me fjalë me ndëshkim. Pra unë e kam rujtur, e kam stolisur, e dua, dhe ti më thunë që ora tale se e dua. Ose do dikush tjetër. Por pritje, ai ekziston sepse është ky komunitet. Dhe është ashtu sepse është ky komunitet. Dhe por është ky komunitet ai nuk mund mos
funksionojnë. Pra, në veta vesh prioritet komunitetin si aftë kurinë njerëzore, ne ti e neglizhon. Pra, ai atje nëse ti aceron këtë komunitet, vjen keq me fjalë për kryer shqetësimet pa imagjinueshme. Pra, është ky komunitet që ka marrë, është ky komunitet që ka marrë, është ky komunitet që do ta marrë. Çdo kënaqësi tjetër është ndoshta për shumë pas e funksionat.